Syfyri është njëra ndër kohët më të përshtatshme dhe më të lavdruara te Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Koha e syfyrit pra është njëra ndër kohët të cilat Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu I ka veçue në aspektin e kërkim faljes dhe kërkim pendimit, dhe që Zoti xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu më tepërmi dëshiron që robi I tij të jetë në atë kohë, të gjendet në atë kohë për të cilën Zoti xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu pranon pendimin, faljen dhe mëshiron. Koha e syfyrit është koha në cilën ne zgjohemi për të përgatitur apo për të bërë gati për agjërimin e ditës në të cilën po vjen. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na rekomandon një hadith dhe thot: "Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka." Bëni syfyr nga se në syfyr ka bereqet. Çka do të thotë se syfyri përveç vlerave dhe kulturës së saj jep forcë besimtarit, robit të Zotit xhalla shanuhu, që ma let ta përballoj agjërimin e asaj dite. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Aleikum bis-suhur fa innahu al-ghidha'u al-mubarak." Ju porosis me syfyr, nga se ushqimin e të është I bereqetshëm. Ka vlera, ka bereqet, ka begatinë e të. Ndërsa nëse flasim për syfyrin si kulturë, si karakteristik apo si veçanti e agjërimit ton, mësojmë se syfyri është I njohur vetëm në ummetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, nga se në ummetet e tjera nuk ka qenë I njohur si kulturë apo si veçanti e agjërimit. Ndonëse me agjërimin kanë qenë të obliguar dhe ummetet e tjera. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu në surën Bekare në thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot Allahu: O ju që keni besuar, u është bërë detyrë agjërimi juve, ashtu sikur që ka qenë detyrë edhe për popujt para jush, në mënyrë që të arrini gradën e devotshmërisë. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam na konkretizon këtë, duke thënë: Faslu ma bejna siyamina o siyami ahli l-kitab aklet s-suhur. Aja çfarë dallon agjërimin ton nga agjërimi I tharëve të librit është pikërisht ngrënia e syfyrit. Prandaj vëllezër të ndershëm dhe motra të nderuara, shfrytëzoni këto mirësi dhe begati të Zotit xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Madje kur flasim për syfyrin, është koha, siç tham, më e veçantë, përkatësisht një treta e natës, në një të tretën e natës, kur Zoti xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, ashtu siç na thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe me laqet e tij të Zotit xhalla shanuhu luten dhe urojnë, përshëndesin ata të cilët janë të ngritur, zgjohen në syfyr për të bërë syfyr, për të bërë ibadet Zotit xhalla shanuhu, për ta lutur Zotin xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, për të kërkuar falje prej tij, pendim prej tij, e Allahu xhalla shanuhu t'ja u pranon faljen dhe pendimin e tyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në hadith: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhir.
Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në hadithin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasakhirin. Thot pejgamberi alayhi salam, me të vërtet, Allahu dhe engjëjt e tij luten, urojnë ata të cilët janë ngritur në sufir, ata të cilët e shfrytëzojnë këtë kohë të begatshme dhe të bereqetshme, çka do të thotë se Allahu xhalla shanuhu fal, ndërsa melaqet e tij, engjëjt e tij kërkojnë falje për ata të cilët janë të ngritur në këtë pjesë të natës. Madje Allahu xhalla shanuhu për këtë kategori të njerëzve na flet në kapitullin Adh-Dhariyat, thot Bismillahirrahmanirrahim, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dhe në kohën e syfyrit, në mbarimin e natës, ata janë të zgjut dhe janë zgjuar dhe kërkojnë falje Allahu xhalla shanuhu për mëkatet e tyre. Po përfundojmë me një hadith prej hadithëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, sa i përket vlerës dhe madhështisë së kësaj pjese të kohës. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në çdo natë prej natëve të Ramazanit, Allahu xhalla shanuhu zbret me rahmetin e tij në qiellin e dunjas dhe i oferton njerëzit, i oferton besimtarët e tij, në mënyrë që të realizohen dëshirat dhe kërkesat e tyre. Thot Allahu xhalla shanuhu, a ka ndokush që është zgjuar dhe kërkon pendimin e unë të atë? A ka dikush që kërkon falje dhe unë ta fal? A ka dikush që kërkon shërim nga sëmundjet e tij dhe unë t'i jap shërim? Lutim Zotin xhalla shanuhu të gjitha ibadetet, lutjet tona, Allahu të na pranon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.